Ju erdhi fundi, 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 ju erdhi fundi. Vazhdojmë me diasporën nga Londra. Përshëndetje nga zemra gjithëve. Jam Sokoli, një argjentar, 58 vitesh në Londër. Jam tepër emocionuar për gjithë këtë popull të ndinjohur që ka marrë pjesë. Në veçantë du të falenderoj bordën drejtues ta quaj, organizatorët kësaj revolucioni që më dhanë mundësinë flas. Por në radhë parë kam një kërkesë që do ja drejtoj organizatorëve. Është dita e 19 mos gabosha e qendrës Syri. Kjo është një sakrificë shumë e madhe. Edi Rama nuk ik me fjalë, nuk ik kaq butë. Me duket se Edi Rama na po lutim, sikur Edi Rama të lutem, a ka mundësi me badërheqi. Unë mendoj se ka në momenti që t'japim fund kësaj revolte, të veprojmë me një strategji krejt ndryshe. Nuk ka më në shesh që ndrojmë me fjalë se kush është Edi Rama. Gjithë shqiptarët e dinë se kush është Edi Rama. Edi Rama i pat të gjitha mundësi që 14 vite, po ta kishte vullnetin e mirë, do të kishte mundësi ta ndryshonte Shqipërinë. Por ai është armik i shqiptarëve. Ai nuk e don që Shqipëria të ndryshojë. Ju baj thirrje të gjithë organizatorëve të ndryshojmë strategjinë. Edi Rama nuk largohet me fjalë. Mos ti mundojmë të protestuesat që të qendrështar këtu. Duhet të bllokojmë institucionet. Duhet kalojnë në mosbindje civile. Nuk ka zgjidhje tjetër. Mos i mundoni qytetarët. Duhet një strategji tjetër. Është e dhimbshme, nuk ka luftë pa gjatë. Ka shumë sakrificë. Mos qëndrojmë të sheh. Shkojmë aty ku paralizohet shteti, ku bllokohet Shqipëria. Nuk bëhet nami, do ta falin gjithë populli, ata që nuk morrin pjesë, të pamundshëm. Do të na falin që do t'i mundojmë edhe ata. Por ju jeni më të çmuar, do ta vlerësojmë për sakrificën që po bani. Do të bllokojmë shtetin, do ta paralizojmë shtetin.